ku tha Ademi, që ka gjithë gatë, për një shunqe, për një të bëgë gjithë kjo puna, të robe bëllë nuk ka, ke i ri, ke plak, ke shnosh, ke i smut, ke shtrat vdekjes, si punojnë kabë, si punojnë durte, punojnë goja po, ka me folë pasë një halaj, take. O, bërë, shahadet, istikfar, se shkove i shkret. Shkove, lakmia për dynja nuk hi, ketë nuk vdes. Ajo ka me gatu, jo s'ka me diha me këgër shpines. Ja, më se nëzirën bishtin, edhe këtë gratë të sotit. Ja me gatu, po, sahaba gatujt atje, e nana ju në par atje. Nana hav, gatujt edhe gratona pasha zëtë këtë gatue, që të dhëtë me bo bile, ja s'pe marrëm hiq pe lojmë krejt. Dishka të me bo gruja në shpe, me bo dëfmi me në ishtu, dëbëk me në bo, që të sene me në i bo bile. Po shqyqyrë që në i bojnë, elhamdulillah, pe Allahu të azzohë. Po kjo është për të të reja që vina, di që përdojnë marta, se përdojnë ndryshu dëjonja. Se dhe që tu mirë është po, elhamdulillah. Dhe që tu, elhamdulillah o zëtë, për që të popullë shqiptarë, mirë, nuk kem hapësirë ma në ku shumë. Ta që tutje me tut jem, ju të rritë zotja borqare, që një pa martu. Ja, Rabbel Alamin, po në dhe me pënue, me pregadit bia tona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin wa ba'd. Nderuar kryetar Nejmuddin, nderuar kryeimam Vëllai Ibrahim, hoxhallar, nderuar imam i xhamis, hoxha Nahat, ju kolegët mi, vllazën, ju xhamat, vëllezër dhe motra. Jemi në muajin e madh, shumë të madh, Ramazan, ku gjithsesi muslimant, ama muslimant dhe vetëm muslimant, janë shumë të lumtur, shumë të kënaqur, ndihen shumë rahat gjatë këtij muaji të bekuar dhe konsiderojnë një dhuratë madhe për ta nga i madhi Zot. E konsiderojnë një përzgjedhje Zotit që ua ka bërë Zoti njerëzve duke i bërë musliman, e pastaj pjesë të këtij islamit duke e legjitimuar edhe këtë Ramazan. Le të thonë të tjerë që ka të thonë, që ka të donë, nuk ka shumë rëndësi ajo. Në rëndësi është që dini jonë është hak. Dhe ne për këtë jemi shumë krenar, sepse jemi shumë të sigurt, sikurse që jemi të sigurt që sot është ditë me diell. Sikurse në këtë diell na dyshojmë, po aty dyshojmë në vërtetësi e madhështinë e këtij Islami, e këtij Kurani, dhe këtë dini të Allahut Azza wa Jalla. E pastaj të tjerë ana luftojnë nga xhelozia e na kundërshtojnë, apo nga ignoranca e mosdia, është çështje tjetër. E rëndësishme për ne është si musliman, ne jemi Zotit ton shumë mirënjohës, e falënderues që e ka zbrit këtë din për i qiellit, e ka zbrit këtë kitab, këtë Koran për i qiellit, e ka përzgjedh këtë pejgamber mes robët të tij, e pastaj na ka bërë edhe neve pjesëtar të këtij dinit madh e të këtij imetit madh. Pavarësisht distancës së kohës, sa jemi larg, edhe vendit shajt ku ka zbrit dini Allahut, edhe për nga koha, distanca kohore, rreth 1500 viteve, nga koha kur ka zbritur, por s'qënë pesha.
A vesh një send që në pesh, lakmia jonë e madhe, po të këshëm qenë atë kohë, me ata burrat me dhej, me jetu me ta, më knaq me ta, në kryetyre pejgamberin e Zotit, sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe se për këtë vërtetësisë e dinit të Allahut, ne as që dyshojnë fare, ama fare s'dyshojnë. Dhe kes na pengon për atë distanca as pak. Tani, vëllezërit e mi, e motrat e mia, jemi mbledhur në këtë xhami prej xhamiave të Zotit. Shtëpiave të Zotit. Shtëpiave të Zotit. E Allahu nuk ka shtëpi, se si dohet shtëpia. Dohet mu dhe ty. Por, një shendere, respekte, vlere, e shejtrie, të këtyre vendeve, që sa do të vogla me kanë, u dedikohen të madhet Allah, bëhen vakuf për Allahu, dhe rëbë të Zotit e madhërojnë Allah. Nuk vim për tijaret në xhami, e nuk vim për punë të dynjas në xhami, por vim vetëm për hatër të Zotit, për dinin e Zotit, për fjallën e Zotit, për fjallën e të dërguarët të Zotit. Andaj ka një tretman shumë të veçantë të xhami. I shtohet kësajna koha shajt dhe shtrejt dhe shumë e qmuar, e që është muaj i bekuar Ramazan. A nëpse jemi agjeru shumë të gjithë, dhe kjo është zemra këti muji, dhe synimi kryesor i këti muji, megjithatë, vëllezërit kanë shprehë dëshirë, e që kjo është në rregull krejt, me shfrytzu një pjesë të kohës tonë, gjatë muajit të bekuar, këngër të gjatë kësaj dite, e me pas nga një herë ndo një ders, qoftë imami, e qoftë imama tjerë, e qoftë mësafer. E kësaj radhe, vllaznia na kanë ftuar, konkretisht imam Allah është përbleft, në pajtim me kolegët e tij, me qenë bashkë me juve këtë pasditë të themi kështu para kohës së iftarit. Ndoshta një lodhur pak, dikush e që më herët, dikush më dhanë, dikuj ka hongër si fyri, dikuj si ka hongër. Kështu që bëni sabër me mu bashkë. E inshallah Allahu Teala fillimisht dhe kryesorja është ajo, na shkrua, na shënon këtë nej që e bojna për hatër të Zotit, minimumin xhamit të Zotit. Minimumin xhamit të Zotit. E neja që ndrimi në xhamit të Zotit është ibadet në veti, edhe nëse nuk lexon, edhe nëse nuk fol, edhe nëse falesh, edhe nëse nuk mëson diçka, vetë fakti që qëndron në xhamin e Zotit, e shku për hatër të Zotit dhe që e don xhamin e Zotit është ibadet. E pastaj ibadeti tjetër që veshët i ibadeti më mbledh muslimanët me kujtu të madhen Allah Azza wa Jall, e me mësu diçka për dinit të Zotit, çka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përfshin shumë të mira. Shumë të mira ndërto vinë me laqet e Zotit e shoqërohen me neve, la ilaha illallah, shoqërohen me neve, e ndërto Allahu e azbret aty në një sekine, një prehje shpirtërore, një qetësi, një rahati, një knatësi të shpirtit, e ndërto na përmend i madh Zot lart në qiell tek paria vet, la ilaha illallah. Dhe i shtohet kësaj, pastaj nëse përfitojmë diçka edhe nga fjalët apo këshillat të cilat i themi. Kështu që në humbje nuk jem kurqysh. Mos përfitoj shumë për njëri tjetrit, respektivisht prej meje, përfitojmë prej mundësive tjera të cilat na i ka dhënë i madhi Allah te bareke ve teala. Elime ai lumi që e don xhamin, elime ai lumi që bën torre vrap në xhami, la ilaha illallah. E pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e njohur të tij, kur flet për 7 persona që i përgëzon i madhi Allah, shumë i përgëzim një mënyrë të veçantë, e fut në fronin, në hijen e arshit fronit të tij, o rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Dhe një njeri që zemra tina është e lidhur me xhami dhe për xhami. Sab'atun yudhilluhumullahu
dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 lloje njerëzish Allahu i fut në hijen e vet në ditën e Kiametit, në hijen e arshit të vet, në 2 transmetime. Atë ditë kur nuk ka hije, e që në kupton avap e madhe, e që në kupton, po dhe me hadithe tjera, se dita e Kiametit është dita me vështirë që ka kriju Zotin ndonjëherë. E pjesa sa vështirësia është temperatura shumë e lartë sepse dielli zbret mbi kokat e tyre. Dhe se njerëzit kaplojnë djersë si mbas ameleve të tyre. Dikën deri në zëktkamës, e dikën deri në gu, e dikën deri në bel, e dikën deri në gjëks, e dikën gati në zafrymen, pe njerëzve, sikletit ma, la ilaha illallah. E këta 7 persona, ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i fut në hijen e arshit të vet. Pra për ta vap nuk ka. Për pas privilegjeve tjera që i ka. E prej tyne wa rajulun qalbuhu mualliqun bil masaj. Zemra, një njeri që zemra tina është e lidhur me këtë xhami. Me dashje xhami. Me dash shpinën e Zotit. Nuk ka kjo tema jonë, por këtu janë fjalë me tregu që qëndrimi jonë në xhami, inshallah shtëpisë e asaj që ne i duam xhamia, ti duam shtëpia të Zotit. Fort i dojnë shtëpia të Zotit. Dhe do të me punu me dash edhe më shumë shtëpinë e Zotit, me eduku vetveten, me dash shtëpinë e Zotit më shumë se shtëpinë tonë. Tani të nderuar, kthehemi në temë për të cilën jemi mbledhur me fol. Për të folur për të që tema shumë e gjanë ka të bëjë me obligimet tona rreth pasurisë të cilat o kemi obligim për detyrë të tjerëve. Dikujna mund t'i doket një temë pak e çuditshme, dikujna pak e zvras, dikujna thot, por nuk është ashtu. Është temë shumë e rëndësishme. Subhanallah. Më ndali sani me medituar këtë pasuni. Pra këmë bëjnë me pasunina. Kjo derë se është ketë me pasuni. Më ndali sani me menduhe të çështja e pasurisë. Pse Zoti ka të shumë e bëri njeriun me bërë turr mas pasunisë? Po thuj ndryshe. Pse Zoti dha ka të shumë rëndësi, apo në la neve, në la se element të rëndësishëm për jetën tonë pasuni. Kurse madhe Zot na mëson në Kur'an, se Ademi njeriu e parë, alayhi salam, e shtyri e futi në xhenet. Dhe i tha ha dhe për çka dush. S'ka me pagu kurgjë, as ka mund kurgjë. S'ka nevojë me përgatit, as me lo, as me hargju, as me punu kurgjë. Në momentin që zbritin tokë i Ademi alayhi salam, atat ligje tjera. Atje grates çdo gjë. Këtu në dynja ligje tjera, krej tjera. Për ata thuhet, ka orë në gjurëm të selefve, se Allahu Azza wa Jall, kër zbrit Ademi në tokë, dhe Ademi erdhi në tokë tashmë është jetë tjetër. Meleku Gjibril i dha një grosht grunë, dhe i tha këta grunë, do të me mirë, për mas pari, dohet me punu, me livru, pak me halaka tokë. Dhe nga Gjibrilin, tani tha hëdhe faren, dhe hedhe faren, ta shamlo dhe mlej, dhe që atje të largo, e që i Zoti shi, dhe ka da lobi, ta shë do të me marë, që dhe me bërë tash me shku me marë, me nuk, me dorë, s'ka pas një, me dorë, po ta shë marë me shtyp, me nda grorën, pej kalirit, me shtyp ata. E tani, tash me dhonë gurus të anë hava, se do të me pënu dishka, do të me këtë bëti hava dhe ja, do të me pënu, se bëllë pënej kë, tash me dhonë havës, bjën roli havës, dhe hava me qitë pak do ujë, dhe se me bësi lëj mili, lëj qulli, edhe ka dhe zjarmin, e ka dhe zjarmin,
ata që të me pijek, e qiti me pijek. Që ta shane. Këtha Ibrahim, Ademi, që ka gjithë gatë, për një shujtje, për një të bëgë gjithë kjo puna, po ty, me që shto kjo punë. Që kështu e ligjet e Zotit. Hajde, millën e herë, punohë, prite, ta vadit Allah, ta ojite, shënë Zotit shihë, nuk shënë shije, deri ta korshe, ta bësh në mullije, në magje, që kanë thamë këtu në herë, ta një dikur, hajte në sofër. Sa rrugë gjatë kja? Sa është rrugë gjatë? Për një pjatë, ose një tepsi bukë, ose një shujtje, një drejk, një darkë, një vjekë rëbë qpisë. Dhe me tha, zarë koka, zarë, që kjo të njoja. Shembol dhe thjeshtë, por është shumë praktik. Të regën se dënja është ndërtuar mbi ligjet e punës. Kaqë, dënjaja është ndërtuar mbi ligjet e punës. Dohet me punë. Së këndemi ma zëtë. U halesej njerëzve të në mënyrat e jetesës, ama krej këto mbi parimin e punës. Sepse shi ju bjen, por bjen për punëtorin që e ka mjellë bereqetin, për ta e përfitanaj. Për ty, që përfitohet ti? Për nga buka fjallë, të këto ka, të se ke mjellë, të këve batalla. Andaj dohet punë. Dohet punë. Pra, subhanallah i madhe, Zot, e që Zotin e ka shëru një vëzësa në Koran, të bareke vë ta'ala, e ka bërë pasurin shumë të rëndësishme. Për dynja dhe për din. Thoj lere është shtyllë të dynjas dhe shtyllë të dinit. Për kondër gjenetit. Atje nuk të dohet pasunia. Nuk të dohet pasunia. Që ka dhe më pasunit atje? Që dhe me ba? Zdi njerë që ka bënë, s'ka që ka bënë edhe me pas pasunia atje. Që dhe me ba me ta? Dhe me bledi qka? S'ki që ka blenë, ke gratis i ki të nësenet. Dhe ke që ka dosh. Dhe me punu, që ke me punu? Për që ka me punu? Nuk është jetë bot e punës. E punës ka qenë kja. Pra i madhe Zot, e bëri këtë dënja të ndërtuar mbi ligjin e punës. Edhe param, apo pasurin, e bëri shtyllë të dënjas dhe shtyllë të dinit. Shtyllë të dënjas sepse është mjet për me jetuj, fort dhe pa tjetërsushëm, s'ke ke heman. Andaj të gjithë njerëzit kanë punuar, edhe pejgamberët të Zotit kanë punuar. Ademi, bujk. Nuhi, zdrëktar. Zekriaja në gjarë zdrëktar. Musa tje, bari. Pejgamberi Zotit Rasulullah, bari. Anë pëse në hadith pasaj barien kanë të gjithë qoban. Davuda atje, farkatar. Nuk du të hape arkën shtetit, du të hape njërës e stem, dhe a letësaj Allahu ja zbuti o elena leo el hadid, dhe ja zbuti Zoti hekrin me dorë, si brumin. Si brumin, që ja formën e brumit, formën çfarë dënë e bën brumin, e bën kifle, e bën pite, për që ka dënë, qashtu i madhe Zot ja mënsej Davudit për hekër. Dhe punën të Davudi, gjatë punën të për çdo ditë, me shit, mreti, pejgamberi, për me fitu me harë e njekës. Ligje, ka bërë Zoti, subhanallah. Pra pasurin e ka bërë shtyllë të kësaj dynjaje, për me jetu. Pa dhe shtyllë dinit, edhe shtyllë të dinit. Ka bërë shtyllë dinit, sepse pa pare marrët ke gjami. Pa pare blehet ke mikrofon, më dhe këna për që zanën atje. Shtyllë të dinit. E rana atje shtirat, qytet e ceku pak ma vonë deri të zeqate, deri të hajit. Pra me këqyre njeriu natyren që ka vërë Zotë ligjet e kësaj natyre janë shumë interesante. Ka ndërtuar mbi ligjen e punës për me fitu pasuni. Pra pasunin e ka bërë element keq. Dhe e ka bojë insanin me zarë, ja ka mbjellë.
me dash pasunin. Qëre fenë se ka bo me zër me dash. Që qënë fenë, nuk e ka bo Zoti instinktivisht me dash. Instinktivisht me ndje se ka kryus, që quhet natyrshmërikja. Instinktivisht e ndjen insani se ka një fuqi absolute. Për ata dhe me ateistat, e me budistat, e me kondush, me pak debat, arrinaj e qëtë parak të kryin. Vesh nëse dënë është inaqor, dënë me mëhu me kom ngullje, për ndryshë zbat për ndije, mbrëndësin e vetë, një ndije, nën vedije e vetë, që shë quajnë, psikologjia tje, se është një fuqi e madhe absolute. E pas taj që shi drejtohet, që shi klasifikon e cilën fe e pranon, a i thët të na fejt janë njëjta, është që është tjetër pas taj. Pra nevojën për kryus është instinkt të çdo njeriu. E që i bie Zotja ka mbil me zarë, se ka vetë. Fetrat Allah leti fatara nasa leja, natyrshmëri në të cilën Zoti ka krijuar njerëzit në te. Le ta mohojnë mush, nëse mund të. Ata ai me gojë thot, jam ateist, po në vedia e tina, dhe kur është vetën, dhe kur me dikën që i beson, ai ka me shfaq e besimin e tina, apo frikën e tina. Edhe në frikë, edhe në shpresën, besim, se ka një fuqi absolute. Subhanallah, por me shtin dim se ka bo Zoti instinkt, se ka bo detyrim, se ka bo paqare. Nevojën për pasuni e ka bo paqare. E madhë është Allah, i urtë është Allah. Hakim, për emna e ati është i urtë, ka orësit për kryer në çdo gjë. Për atë Allahu, Tebareke ve Teala ka thënë për njerëzit, el malu wal banun, zinatul hayatid dunya. Pastëria dhe vlad janë zineti, pleshtë kam përdorë zinet, zineti grus, zineti nusës, kur zbukurohet. Janë stëlia, zbukurimet e njeriu në këtë dynja. I të gjava fëmit, nuk ka me përzirje, është me imponim, i krijuar është insani, ka me i dasht fëmit. Dhe nëse gjeni njeri në dynja që del nuk i gjenë fëmijën e vetë, aje ka vetëm një adresë të nërpsiatri, se i qmendu në kry. Që shto është një punë. Tjetër kërë vletja plasin zemrë masën e jo, jësë për letë në sejtë ti. Jo, në përflasëm në parim. Jo është zbukuruar insani dashëria vletve. Dashëria ndaj pasunisë. Pra, është një nevoj, një instinkt i krijuar. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dëmra të rëgu sa insani sa është i tërpijat në të kuptim, figurativ, për dynja dhe këto bëjnë pjesë kërejt, musliman e jo musliman. Thët, le kanë libne Adem wadiyan min malin, lebtega wadiyan thalithan. Po ti kishte biri Ademit, i biri Ademit të edhe dhe krejt na. 2 lugina, më dha, arja, argjente, pasë një pletë, që du shtuj? Do të kishte thonë ku të kisha pas edhe treti. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Dhe mrena nuk njihet insani veç me dhej. Andaj, mësë që dhëtë bërë kur e që insani bën tërë mas pasunisë. Sepse është i krijuar me dash pasunin dhe mas më ngi pasuni, pra ngihet dhe. Pse? Që është i krijuar kë mahlukat, kë lloj krijese. Për ata Allah Azza wa Jall, Tebareke ve Teala, ka thonë, zuyli nasi hubbu shahawat min an-nisa wal banina wal qanatir al muqantarati. Dhe i ciklojt e pasunisë janë zbukuruar njerëzve. Në jetë tjetër, janë zbukuru njerëzve dashëria ndaj grave, qifte bashkërtor, e vlad e pasunisë. 3 elemente. Nuk mujnë me ikë njerëzve.
Po në anën tjetër mund të thot dikush, e pse ka të shumë e bëri Zoti insanin me dasht pasurin? Pse? Pse me dasht? O të hibun e l'male hubben gjemma. E dëni pasurin së tepër mirë, shumë e dëni. Pa thot Allah, pse me Zoti ja? Sepse e pas ka bo shtyll të dënjas. Po mirë e kuptova. Po pse na me dash ka të shumë? Pse nësë në kam pra si punë e fejës? Kush dënë e zgjedh edhe shkën gjami. Por kush dënë, shkën e në kish, kush dënë shkën kërkoheq. Se një pjesë e njës. Ma djetë ta shanë fejnë krejtë, ta konteshtë. Pasëni nuk ka qështë. Këtu ka shumë sene, shumë urtësi, shumë gjana me spjegu që nuk zgjerohëm të së te përmi, po me 2-3 fjallë nga pak. I larsuar është Allahu, krejtë këne se nalë me mendoj. Po ta kishte bërë Zoti, dynjan, mës me dashni, apo pat na kishte përzullu neve, që të ndjin, që të nevoj, që dashuri, që kemi, ndaj pasurisë. Të mirave të pasurisë, këtë fjallë të mirave të dynjas. Po mas të këshëm pas një këtë dashni të madhe. E si rjedhoj vullneti i madhe me punu. Qa kishë ndodhë? Dëshira, vullneti, puna, vjen rezultati, vjen pasunia. Po mës të ishte këtë qa kishë ndodhë? Qa kishë ndodhë? Ishë borë rëmuj dënjaja. Ishë borë rëmuj. Ishë katëru dënjaja. S'kish hes as një hap për para dënjaja. Eshe? Për ata Allah i madhruar atje, ku ke hadithi po t'i kishte robi 2 lugina, me ari, me argjent, me lëp, me hajvanat, me shka du shpyti, pra mira dele, mira deve, mira këte, ose me tonelata ari, argjent, ose miliona paratjit, ku të sodit, lyp hala, bal nuk ka të robi. Të robi bal nuk ka, ke i ri, ke plak, ke shnosh, ke i smut, ke shtrat vdekjes, si punë në kam, si punë në durte, punë në goja pa. Ka me folë pasë një halaj, take. O, bërë, shahadet e istikfar, se shkove i shkrinë. Shkove! Po nanën tjetër, mëse fajsë, sepse lakmia për dynja nuk hi, ketë nuk vdes. Kjo është me hadith, robi plaket, për 2 sene nuk plaken. Shpresa, ma në më daj. Edhe lakmia e robit nuk i hi e këtë kohë. Po subhanallah, tani që shka urtësi kjo punë. Pra, po mas na kishte mbjellë Zotë neve këtë dashni për pasuni. Dënja ishte shkatro qysh. Po ky robi cili punon, e do dënjan, ka ide punon, jep Zotë, jep rezultat. Ky halal lyp. E mirë, qka bon këmë në këtë pasuni krejdi? Vetë së në hanë. Jesë në hanë vetë. Hajnë të tjertë. Pra, këtë për vete kam ledhë, a mu jashojnë hajrin të tjertë. Jashojnë hajrin të tjertë. Tu fillu nga punëtorët e tina që këj iman, deri të familja e tina dhe kështu me radhë shoqëria dhe këtë gjami me qa marru. Me lek, të atyne që kanë, që ka dhanë Zoti. Kështu që nevoja për me punu është domosdoshme. Nevoja për me pas. E pastaj, Allahu qysh jep, kujt i jep, është meselen vetë i krejt, ku nuk mund të zgjerohemi, sepse kjo temë është deti me folë për te, është pjesë e madhe e Koranit, është pjesë e madhe e Koranit, është pjesë e madhe jetës e musliman dhe jetës e njeriut. Kështu që atyne që si jep për një urtësi, por jep sa kanë nevoj, nuk i le me vdek. Rëskën ka caktuar se cile, që është tim vete, por një përflasë për atyne që jep Zoti, qa me ba me pasuni, qysh me shërëzuat pasuni, a kanë hak të tjerë në pasurin e tina, pa nuk kanë hak. Pra është një hap pas hapit. Allah i madhruar
ka krijuar njeriu të tillë që ka me dash pasuni. Nuk ka me mujt me ikaj. Pasuni. Si t'ja nis me qelë syt, e me lyp, me hangër e me pi, hala pa nis me fol mirë, dhe këtere sa të punën goja, ai ka me lyp. Ta një jetën. Pastaj ka me punu, edhe ka me fitu. Kush ma shumë e kush ma pak. Po në anën tjetër, Allah i madhruar jep kujt të dënë sa të dënë mirë. Ama ke pasuni që ja jep robit, a me ndonë robit. Tash është një çështje shumë e rëndësi, ku na mungon shumë herë neve. A me ndonë robit, sa atë pasuni e ka thjesht për njerëzës vetë, pa bereqetin, pa rahmetin, e të madhët Allah. Kështu tha Karuni, kale innema utituhu al ilmin min indi, apo? Minni. One, kërë thanë, o ti filan ka dhanë zoti pasuni Karuni këtë mësat. Kësë dërojt për pasuni ka metën dhe i në botë. Falendërë zotin, për çka tha? Jepi fëkarave, këna fëkarave? Me dishtë të kështë dha zotë, me dishtë, dhe të punojnë edhe ata. Tha musë më ka dha zotë, për u kom fitu me kra. Me kra ke fitu. E pasunia kujna? Kështë Allahot. Ty Allahot tepë vullnetin, tepë dëshiren për me punu. Instinkt nevoj. E pas ta i madhe zot, tepë pasuni të bareke o ta'ala. Pasunia është e Zotit. Dhe a me ndonë robi që pasuni që ka dhënë Zoti nuk ka për të pyetur për te. A me ndonë robi. Se bën me te qka të dënë. Për ata i madhe Allah ka thonë, thumë le të s'elun në jo me idhin anin në him. Gjithë sese, dhe pështim nuk ka. Keni për të pyetur për të mirat që ka dhënë Zoti këtë dynja, keni me pyetur në ahiret. Pasunia është e jotja, sahi, po në mënyrë indirekte dhe figurative, ndërsa në mënyrë reale dhe të vërtet është e Zotit pasunia. Për ata Allahu thotë, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Jepni nga ajo që Zoti ju ka bërë juve pronarë të saj. Se familja e vlad, a jenë tut? Po, tutjen po. Tutjen t'jeprin dy tyne. Po tutjen t'u azuar, t'i ka dhënë Zoti, t'i ka falë Allahu, ty t'i ka dhuru atë. Amo, aj t'i ka dhuru, jo ti. Për dire sa aj t'i ka dhuru, dhe me thonë jenë tina. Po, vëllat Zotit janë. Vëllat Zotit pra. Kështu që kur thush e vlad jenë të mitë, ti ki haki të drejtë. Po me thonë e vlad të mi jenë Zotit, pra më ki të drejtë. Sepse të jenë Zotit, sepse krejtim Zotit. Por Allah t'i ka dhonë të ju e vlad, për mu knaqë me ta, që është knaqë me vlad. Dhe kur dënë t'i merë, para teje, mas teje, bashkë me ta, që është dënë. Edhe pasurin është e jotja, po ti pronari saj. Amo në fakt pronari vërtet e saj është Allah. Këto hapa, këto pika, është më rëndësimi për këto robi. Sepse këto të bojnë më ndje modest, i thjesht. Për ata besimtare, thë pasunin, ki pasunia nisin tjetë, arrehin kratë, arrehin shpina, thë, Zotit më ka, Zotit është, Zotit. Mu më ka bë Zotit emanet gji në terë, emanet më kalonë Allah. Pra më ka bo pronarë sajna, sahi është ndurë të em, unë jam ai që në shkruje, por me gjithate, unë je vesh një lloj përgjegjësi ndaj saj, sepse pasunia është e Zotit, aj më ka qo. Dhe se rrjedhuaj pastaj e kësajna vjen, sepse ajetet koranore janë qashtu, e jepnin nga ja, që ka dhanë një madhi Zot. Edhe se kemi pyet për qëtë pasuni, për qëtë një vetë. Kje këna me pyet, ka manat madhe, edhe bukën që e hajmë, në sofër që e shtrojmë,
këna më pyet për të në ditë kiametit. La ilahe illallah, e pa dasht me dalë prej teme, por shumë pika shkurtra, se ke për ma kujton një ngjarje që i ka ndodhur Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. I uritur, pa hamër, me ditë. E shumica absolute jo nëse jo të gjithni, e di që pejgamberi ka qenë fukara ekstrem. E mjafton fakti që ka shku një muj ditë, primi një muj ditë, zjahet në shpit vetë, me bo diçka buk, nuk e dhez. Por ka jetun atë që e kanë dhonë njerëzit, që e ka që Zoti. Nëj hurme, nëj tamel, ose ka thirë dikush, nëj drejt, da. Sepse kësa kanë interesun për dënja heq. Ta shtaj njerëz veçanë, sot dikush për të thema herë tonë dojnë pasoni. Pejgamber, mësë në shtet që tu. Veç ta mësë shtet që tu. Sepse Allahu pejgamberi që ti ka thonë, a pëdën kodrën e Uhud me ta bo ari krejt. Dhe a pëdën me kam red dhe në kiamet, a pëdën qa pëdën, jo zoti jam, ka në pëdu një dit, e gju o jomen, o eshba o jomen. Du me herë me ka në gjit, e herë undë. Për mund. Pejgamber, ma djedhë Sulemani a.s. që nëmroj për pasoni ka mëtë më dhejnë dënjat, pa i s'ka botur mas pasoni se a ka kujt e ka pasë që, ja me ka do shta falendrej Allahun as zëvëgjel me atë pasoni që ka. Bështë ta falendrej Allahun, tjetë me njësë, dhe i Zotit e barëke o ta'ala. Dhe këtu specifika pejgamberve jenë veçanta, por kjo vlen për njësë të tjerë. Pra pejgamberi Zotit i uritur, nga uria madhe njeriu, del shëtiti s'ka pak se së në rëni ven, një i ta gjak ishte ndohë me Bubekër, një ishte me Omerin, dhe me rëndësi, shkun të një shak i veti dhe ja prejti aj një dele. Pra, pe një urijet madhe që i Zotit një dele. Po pas e hëngërën në ngejtë, pejgamberi i tha, edhe për që të bëk që hëngërën për që drejt, keni me pyjtë. E Bubekër tha, ja Rasulullah, edhe s'ka hajnë e këna me pyjta. Tha, pa. Nimete janë ato. E Allahu pa thët, se dhe të pytini për nimetet e cila ato ka dhanë i madhe Allah. Thumë e lëtës, elone jo me i dhe anin nej. Atë ditë dhe të pytini për nimetet që ka dhanë i madhe zë. La ilaha illallah. Po ashtu pejgamberi Zotit, sallallahu alaihi wasallam hadith vërtet thot la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yusala an arba hisab. Nuk ka me livrit robi, nuk ka me lëviz asnjë hap ditë kiametit pa pyet për 4 gjëra. An umrihi fima afna. Jetën e vet në çka harxhaj. Në zan pleqnia në kafe. Ka njerëz të cilët 30, 40, 50 vjet në kafe kalon. Në bëgjazi kalon, në harami kalon, në raki kalon, në faqe zeze kalon. E nuk ka me leviz kamen ditë kiameti, pra s'ka me shkutute, në alo, 4 përgjigje, 4 pytje. Qka bane jetën tanë ku a hargjove? Wa në shababihi fime e bila, po edhe rinin e vetë ku e kaloj. E që rinja një faze veçantë dhe shumë e rëndësishme. Ku e kaloj? Ka qove rinin tanë. Dhe u anë malihi min ejne i këtesebehu vë fima anfaqahu. Dhe kjo është në pika që duha të cikje. Dhe pasërineve të ka fitoj dhe si e shpensaj. Shpëton dhe të pa pyt për pasëri. U anë amelihi, u anë ilmihi, ma dhe ameli bihi, edhe djen që ka dhonë Zoti, që ka bo me te. E kjo është për ata që di. Por këma heret për ata që kanë pasëri. Ka fitove, ku është shpenzove. Ecëm edhe pak, pra i madhe Zot, e ka bërë njeri unë të doj pasoni. E ka bërë njeri unë me nga për pasoni. Nganë. Dhe ka të drejtë. Ka shumë të drejtë. Tamam. Dhe ja pasoni, pastaj, ku i dënë sa të dënë. Dhe pastaj, ja ka të rejkë vërejtjen se. Për këtë pasoni, dje që është të Zotit. Dhe kemi përgjith për të ditë kiametit. Andaj ke kujdes që shpe fiton dhe si po e shpensa. Tash,
Me këtë po kuptohet se robi nuk pas ka kompetenca absolute të pasurisë vetë. Bane mendje. Pasuria është e jotja. A ke kompetenca absolute të pasurisë tane? E që po do me thonë me të? Që po du me thonë që ta të qërëj? Me thonë, më teket me kallë, jashtë i flakën e kallë i krejt. Ka në kallë. E kallë i shpinë, e kallë i pasurin, i kallë i krejt. Je nuk e kallë. Valë ha kallë, valë ha se kallë. Jo ty më të lamet e kallë, për djune që i të i trenë më të lamet e kallë, po shërja të kishë nuk i të drejt me kallë. E pse po më pengon? Sepse s'ki të drejt absolut në pasunisë tane. Na tha më herë se pasunia është e Zotit. Po, ndro pak temen, a ki drejt absolut ndaj fëmijës tënë? E nuk ke. Pa dhe ndaj vetë vetës tane s'ki të drejt absolute, kompetencë absolute. Edhe ti, si njeri, me ketë me trupe me shpirt, gjymtyr, shu që ki, të ka dhonë Allahu, të ka dhonë edhe këtë shpirt, edhe të jeton në vepron në mendon e të tjerë, por a ki kompetencë absolute? A ka të drejt njeri me mytë vetën? Me thoi, shpirt jema, kur duhe e mës vetën, që e mës, që ta shkë mytë vetën. Ku për mytë, ku për këcen? Hip nalë, dikon që atje, nalë hip, sa ma nalë, të pas mërziti jeta. Po s'ki drejt o musliman. Sepse Allah thonë, wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Më mërë mësëmet në vetën a ju njerës, haram e keni mytë vetën. E që është haram kërse unë e bëj që ka du me vetën, nuk bëj që ka do. Nuk bëj që ka dënë. Nuk ke të drejt absolute, kompetenca absolute, ndaj shëndetit tënë e jetës tane. Për ata ndalohet me shi gjymtyrë të trupit, dhe meselja njëri meselin tjetër. Dhe shumë herë parashtrohet pyetja, a ka të drejtë robi me shit veshkën të azam? A ka të drejtë me shit gjakun robi? Çdo 4-5 muaj ditë shkon një gjak, i vyn për shëndet, po ti të ku i merr ka pak lek, nëse ja pagun dikush, apo i thojnë atje nëse jap lek që kaç, për që kaç gram miligram çka ke kjo? Mililitër gjak, tapon ka shparë, e nevojë njerëzit. S'ke drejt me shit. Që s'kam drejt trupin të amone. Nuk ke të drejt o njeri, sepse nuk ke kompetenca absolute ndaj shëndetit tënë, as ndaj fëmis tënë, pra as ndaj pasionis tënë. Nuk ke kompetenca absolute me bëj çka të dush. Dhe si rrjedhoj, nuk ke të drejt e pasoni me shpenzu në rrugë drejtshit. E jo, pasha Zot. Pra, nuk ke kompetencë absolute, ke shumë më rëndësi. Allah të kalon e manet. Ti më rëna kufive, knaqo. Jeto ma mirë se krejt të tjertë. Për ata kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu Zogjele, o rrinë me ndje madhen e këte dhe këte dhe këte, në shëkëtët ja Rasulullah, pa në bërkina qëpë më vesh mire, më math mire, më pas këte, a konsiderohet ke me ndje madhësi? Ka thënë, jo, inë Allah e gjemilin, i hibbul gjemal, Allah është i bukurët, do të bukurët. Jetë të mirë. Jetë të mirë. Pa bo masraf. Me pasurin tante. Veç të pika që të cekë më si harra. Në pasuni nuk ke kompetenca absolute, tashma se bune i pasun. Dijes është të Zotit. Të kalon e manet, nuk ke kompetenca absolute, po qka të dush në te. Në 3, dhe kjo është tema, kërët bosht të temës, kanë të tjerë të hak, drejt për së drejti, apo mënyrin direkte në pasurin tane. Kanë të tjerë të hak, që s'kanë punu heq, drejt për së drejti, apo mënyrin direkte në pasurin tane. Këtu e në ligji që ka saktuj mavit Zot. Dhe këtu e në të vërtetuara, të sharuara, në kuptim të përgjithshëm, ma jetë kuranore dhe të detajuara me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shkoj me radhazi në pika të shkotra. Për shembull, njeriu ndaj gruas, e që është njeriu më i afërt i tij për nga obligueshmëria e përkujdesjes nga ana materiale. Numër 1, vetja, numër 2, gruaja. A ka gruaja bërç me punu? Jo. Me punu fjalla me dalë me marë rëska, me punu me marë lek, jo. Jo dhe 1 milion jo. Nuk e ka për dëpyrë.
Dëshira, vullneti, pajtimi i dygjini i qifti bashkërtot të dyve, kanë qef me punu, kanë punë, ka zanate, ka me kontribuë, shqyshë tjetër ajo. Por obligim shariatik nuk ka. Burri ka për obligim me ushqyje gruan e vetë. Pra dul personi i parë, ndaj të cilit, ai s'ponon hiç, sa s'ponon të vetë ponon. Mytë është të mëna për arën fushë biznesi këndej, ajo ka me hamër gachme, ti ki me prut të shpina. Asaj. Ajo ka me gatu, jo s'ka me diha me ka kërë shpinës. Ja, më sen zjerën bishtin, edhe këtë gratë të sotit. Ja me gatu, po, sa hava gatujt atje, ajo nana ju në par atje. Nana hava gatujt edhe gratona pasha zëdë të da gatue, që të dhëtë me bo bile, ja s'pe marrëm hiq pe lojmë krejt. Dishka të me bë gruja në shpejt, me bë dëfmi me në ishtu, dë bëk me në bë, që të sene me në i bë bile. Po shqyqyr që në i bojnë, alhamdulillah, për Allahu të azzohë. Po kjo është për të të reja që vina, di që përdojnë marta, se përdojnë ndryshu dëjonja. Se dhe që tu mirë është po, alhamdulillah. Dhe që tu, alhamdulillah o zëtë, për që të popullë shqiptar, mirë, nuk kem hapsir ma në ku shumë. Ta që tuti me tuti jem, ju të rritë zotja borqaren, që janë i pavartu. Ja, Rabbil Alamin, po në dhe me pënue, me pregadit bia tona, mja pregadit që kur të mërrim mja dit hakin burrit edhe burri gru se kështu më radhë. E me mësu magjën e kuzhinë me dësene da jale. Pra gruja ka hak në pasurin e burrit, pra ata Allah Azza wa Jall në Koran thëtu, eskinu hunne min haythu sakantum min wujdikum, bëni ato të banojnë, siguroni o banimin, ku bananio, dhe ka thënë Allah Azza wa Jall, wa ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, prindi ka për obligim gruan e fëmijën mi rahatu me kujdes për ta. E ka për obligim. Krejt nevoja, që e ka gruja dhe për pasionistane. Këtë nuk bën me harru muslimat. Këtë kanë harru për endimort. Për ata atje, se cili përnëm për veti. Burri për veti, gruja për veti. Kjo rogë për veti, aje për veti. Kjo pagun për veti, aje për veti. Qka morë vesh kjo punë? E jo të ne, jo në shariatin tonë, fejnë tonë, ja. Fejnë tonë kanë të drejtë me punu, si më të ndalu, por dëtërim, obligim, e ka burri. E në pasurit burrit, ka hak gruja. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dinarën faktahu fi sabilillah, o dinarën anfaqtahu fi raqabatin, o dinarën tasaddaqta ala miskin, o dinarën faktahu ala ahlike, a'dhama ajran, alladhi anfaqtahu ala ahlike. Njëri, një dinar, një euro, një dollar, i jep dikujna, njëri në rrushat i jep sadat, qëtërit jep një fëkaras, qëtërit jep një talibes, qëtërit jep atje, një jep ngruzëve, familjes vetë. Për thëtë se vapën më të madhe ka qaj dinar, për qatë dinar, që ja ka dha ngruzëve. Këto fillon, e pas taj vazhdan, edhe të këvlat të këfëmit. Prindi ka për obligim, pasurin e vetë, më kujdes për fëmijë. Thuj ndryshe, fëmija kanë hak në pasurin e babës. Kjo është edhe një stekte, vërtet, po edhe është edhe urdhër i Zotit, është edhe leqë. Prindi ka më kujdes nga ana materiale për evlat e vetë. Kanë hak evlat në pasurin e prindrit. Për atë arsye, edhe kjo meselë është konsensus në këtë ulema. E hymetit islam, se prindi e ka për obligim të përkujdeset për fëmijët e tina, për nga ana financiare. Sikur se që ka obligim edhe obligimet e tjera. Djalin edhe vajzën. Ka obligim edhe prindët e tij, shkojnë tutje. E ka obligim edhe prindët e tij. Për ata, të gjithë ulemat islam, po ashtu kanë thonë, se nëse prindrit janë të varfër, nuk kanë. Farz vajib e kanë evlat të vetë, djem apo vajza, si mbas mundësis, më përkujdes për baba dhe për nane. Dhe kjo futet, mëranda e të kuranor, o sahibhuma fi dunja ma'rufa, në surat Luqman. Dhe sillu ndaj tyre mirë në dynja. E qysh sillesh mirë, qysh ka mundësi më sill mirë ndaj prindit në dynja, kur ai hek për buk, e ti bën luks.
Kura e hek për nevojat elementare, e ti me gru me fëmijë bën lloks. Kuj dole hakësh në babës e nanës? E harrova hakën e prindit atje. Këtë rast nga ana e pasionisë. Ki hak ndaj tyne. Së këndimi, robi si rob, në pasurinë e vetë, ka hak nga baba e babgjyshe, stërgjyshin pas gjallë, e dejta Hazreti Hava atje, edhe të poshtë djalë e nip e mesës, stërnip të poshtë edhe 10-15 breza. Ka hak ndaj tyne, ama me dy kushte. Hak e fjallën pasuni, nefshë pasuni për flasë, me dy kushte. Në njën nëse këta nalë, apo këta poshtë, baba, nana, gjyshja, dhe kështu më ra për pjetë, apo djali dhe vajza, nipi dhe mesa, të poshtë, janë fukara, nuk kanë, dhe nuk janë taft me punu, apo nuk gjejnë punë, s'ka punë, e që i bje fukaraj. Po unë dhe qenë fukaraj, po nuk dhe me punu, ja, kur nuk ka punë. Edhe kushti dytë, ti me qenë i pasën, atë sa, për nevoja tua edhe të grustane, dhe me të pru. Atër ki obligim, da i djemve vajzave, babës e nanës e përpjit. Nëse, ata nuk kanë, dhe nuk gjenë punë, nuk mujnë me punu s'ka, ndorë ka njerë. Pra, me fjallorin tonë, e ka baba bërç me majtë të vladin. Përsa është të vogël fëmija, në moshë madhore, nuk diskutohet se është ai, snarkohet me ka, sabi është ai, por edhe masit rritet në moshë madhore. Nëse vladi nuk gjen punë, është fukara, është martu, po dhe pa martu, s'ka punë. Bota është e madhe, çka s'ka në këtë dynja, s'ka. Por ti si prind, ka dhënë Allah pasuni, je biznesmen. Pasuni është e jotja, në emën tënë, se në emën djallit. Ka mundësi djalli asë në punë se ke atje. Tash, nëse merr djalli me punu në rregull, ose më marrë punu, ose s'di me punu, ose s'e me punu, është fukara do të me majtë. Nëse gjen punë ose thu, e ja puna. Me këtë po du me thonë, nuk bëmi bë parazit, dhe qëtë punanaj. Por ka raste ku nuk gjen punë, në më njërit, për kujdese për te. Sepse është biri jyti, apo është baba nana jotja. Jashtë kësaj vijë vertikale, e që këtu është dhe zëcati pas të haram. Zëcat kënej dhe kënej nuk japet. Kënej dhe kënej. Edhe sa të këtët fitri, kënej dhe kënej nuk japet. Por nga njërës a jote o jep atyne nga pasunia jote, nëse ata nuk kanë, edhe ti ki për vete dhe të mjaftuj. Anash, djadhët majtë, vlaun dhe motrën, këtyne dhe akraban përgjësi, për pas dy kushteve të para, shtote dhe kushti tjetër i treti, nëse janë trashëgimtar të pasionistane. Nëse janë trashëgimtar pasionistane, këtyne, dhe i kanë dy kushtet e para e plotësojnë, edhe ndaj tyne ki hak. Pra, kur kam hak ndaj vllau tonë, e që shumë herë parashtojnë këtë pyetje njerëzit. Sepse vllau lyp, ama këta, blema këta, ti ki bëll, blema kerën, blema banesën, a në ka kërshpinës të nditën. Po dhe, ka kërshpinës. E pse ti vllau nuk pënën, sepse o demel. E tani, këtë që ka paseni, dhe me ditin rati, a për hinë hak vllau tonë, se s'po du me dhanë, nuk me sejda më dhimet, po aj nuk dënë me punu. Vesh nuk dënë. Për e 24 orë. 24 orë i ngrati, thua e se në punë është. Qështë na në kohën neve shumë të baznjerë që kemë të rendim atje, të na mëtëm ka 2 punë e mojna, ndërsa këta kanë Kosovë, ka kërshpinës të nditën, na për kafe, na për shtëthojnë ata. Edhe në fund të lypin për neve, ja ana, ja skam, ja Bajrami, ja Ramazani, ja Kurbani, ja këta, ja Qiraja, e që ashtu është e vërtet. Ta shkuj ngrati që jashtë, me të drejt pytë. Shërja të kishtë të borë, unë kam pasuni. Por shërja të kishtë. E kam obligim, ase e kam blat nënsë, ose motër të nënsë, bakët nënsë.
E kam obligim as se kam pasunin tam, mos ti në hak. Se në kuptohet që të tjerë kanë hak ndaj meje, por po du me kufi. E kam bërë që ndaj tyne. Pra, nëse ajo është fukara, ti ki bëllë kjo krye para, ki bi nevojat tuaj. Kushti i dytë, nëse ajo është fukara, dhe nuk gjen punë, apo nuk është jashtë për punë, në maj, po e ki obligim. Për ndryshe dhe ke për nevojë elementare, jo për lukse, gjithmonë për nevojë elementare. Për ndryshe, nësa i gjen punë e nuk dënë me punu, apo është demel që shtemi ne, nuk e ke obligim, më po ke bjes për te. Nuk e ke obligim. Pra me kështë akrabaja me qenë edhe brenda atyne që të rashqigu. Jashtë kësajna, jashtë në familjes. Allah i madhruar tash jashtë familjes në ka apo që me thonë ka ndjek me neve apo në ka legjitimue dy mënyra të pasunis për shoqëritash. Gruaja, fëmijët, prindrit, akrabat, farefisi. Po kryt shkum, kem hak ndaj tyne. Me që të kushte që të se. Po ndaj të tjerve, Allah i ka legjitimuar dy mënyra. Njërën vullnetare ka qojtë për sadakatul fitr, sadaka lëmosh, njërën mënyrë ka qojtë Allah sadaka lëmosh. Dhe ka thonë Allah për shembull shumë ajete kuranore, prej fillimit Kur'an deri në fund, që nxisin me dhanë në kuptim të përgjithshëm, me dhanë robi sadaka. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-lejli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Për shembull, një ajete të surës Bakara, dhe ata të cilët i japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën në mshef të haptazi, pra ata në anë të japin, dhe shpresojnë te madhe Zot për ta Allahu ka përgatitur shpërblim të madh të Zotit tyre. Nuk ka frikë për ta, nuk kanë mërzi, shqetësim për ta dhe kështu me radhë. Ose atje hadithi që s'kom pak me herët pika shkurtra, 7 persona Allah i fut ditën e kiametit në hijen e vet, tham, dhe njëri prej tyre o rajulun tasadaqa bi sadaqatin hatta akhfa la ta'lamu yaminuhu ma anfaqa la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Dhe një rob i Zotit i cili jep sadaka. Fa akhfaha kam shefat shumë, sa që dora e majt nuk e din çfarë e djath. E që është për qëllim sadak përgjithshme, dhe jetën për sadak përgjithshme. Jep robi sa të dën. Jep djath, jep majt, jep atij që ka, atij që s'ka, jep. Kjo është e përgjithshëm. Jep akrabas, jep evladëve, jep hujve, jep muslimanëve, jep jo muslimanëve, jep smundëve, jep shëndoshve, jep talebeve, jep njerëzve, jep. Ka që më dha. Jep, buk, jep atë. Pasuni është e tretë. Lloji i parë, lloji i dytë është zeqati. Dhe këtu pastaj ka pro rregulla strikte. Kurani në mënyrë përgjithshme e pejgamberin në mënyrë të detajuar alayhi salatu wassalam. E që ka cek 4 lloje të pasunisë kryesore që do të mi ditë çdo musliman. Stolit, ari dhe argjenti. E që Allahu ka thonë walladhina yaknizuna dhahaba wal fiddata thumma la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Dhe vazhdon ajeti. Dhe ata të cilët i ruajnë, i mbledhin stolitarët të argjentit dhe nuk japin pasuni, përgëzoj ata dhe nuk japin të zeqatin, përgëzoj ata me zjarr të xhenemit. Në stoli, në arin argjent, dhe respektivisht në parat që kemi në sëtë monedha, se ari dhe argjent atë zemën kanë qenë monedha, këtë sotit ki pare. Nuk jap zeqatin, bënu gati për zjarr xhenem. Bënu gati për zjarr xhenem. Pra është obligative kjo punë, nuk ka me qef, nuk ka këtë punë sadakaje. Kjo është obligative. Lloji i dytë, në drithran bereqete. Që ka thonë Allahu, kulu min themerihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Hani pe fryteve, bereqeteve kur dalin dhe japni haqqin e bereqetit kur ta vjen njëte. E që është zeqati në drithra, në bereqete. Lloji i tretë është në mall të tregtisë për tregtarët që godsodit ka. Kjo është me shumicë. Që ka thonë Allahu, ja ehlëdhina amenu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, japni nga ajo që ka dhënë juve Zoti, nga ajo që fiteni me njerëz, me pasurinë e tregtisë. Është lloji i katërt që janë hayvanati. E që pejgamberi kanë sallallahu alaihi wasallam nuk ka njeri i cili ka lop ose del ose deva e nuk e jap
Zekatin e tyne që Allahu ditë kiametit nuk i ngjall ato në formë më të mire, më të plotë, të maj, më të tjerë, e që ato pastaj me brinat e veta i vrajnë këta njerëz, pra sikur se do më të hakmarë, vrajnë këtë njerëz deri në ditë, deri sa të është dita gjatë e kiametit. Pra e paguajnë edhe këta. E paguajnë edhe këta. Këto janë 4 llojet kryesore të pasurisë që Allahu na ka obliguar neve dhënien e zekatit. Respektivisht pasurisë tonë që kanë hak të tjerë. Unë i shkurtova shumë, po këtu ka gjatë me folë sa të dosh. E pjesë e sajnë ashtë edhe sadakatul fitri që pi afrohemi në Ramazan, e fundit Ramazanit. Obligim në ka bërë Zoti. Obligim të ka bërë ty në gjerim. Qështë të ka bërë Ramazan, nuk është i rangët Ramazanit, i nivelit të Ramazanit për nga obligueshmëria, por me gjithatë të ka bërë obligim. Kalli shej s'pak është vajgjib, që ka Abu Hanifja, anë pse të tjerë të kanë që është farës. Sepse pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, hadith të Ibn Umerit, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri për zakatul fitri, pejgamberi ka bërë farz zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin alal abd al hurr al dhakari wal untha min al muslimin was sagir wal kabir min al muslimin, ka bërë obligim, ka një sa nga një kuti me dhanë për të madhe, për të vogël, edhe për të fëmijë, për të rritur, për musliman dhe për jo musliman, për të gjithë. Për muslimanët, këta që janë muslimanët që të agjerojnë me dhanë, sadakatul fitri ka obliguar madhe Allah. Pra është pjesë e pasionisë, kena hak të tjerëve. Kemi hak, musliman këtë fund të ka kuptu mirë. Për ata krejt musliman sadakatul fitri në japë. Krejt e japë. Zekati se ka kuptu muslimat mirë. E zekati është mbi, sadakatul fitri është ma poshtë. Sahi bëjnë pjesë në pasionin tonë, në obligueshmërinë, por nëse klasifikojnë me shkallë, dallën. Se sikur se farzi, gati me sunetin, ose me salat e vetë thuj. Dyja që namazë, ama mos me bën njëjtë, një rangu. Jas janë njëjtë. Hëtës janë njëjtë. Dallojnë shumë. Musliman për që di, këtë aspekt është mirë, por për që di, sa mirë e kam kuptu sadakatul fitri. Ata që nuk agjerojnë, e japin sadakatul fitri në fund. Për që di. Zekatin shumë pak e kanë të qartë musliman, shqiptarë për nësë. Këtë funit, falë Allahot janë vedisu bukur mirë tregtarët, sepse pëmsojnë fenë, feja më nuk mësohet të flajtë, asë mësohet dhe shtu falë. Të falë, namaz është ibadet, o zemra ibadetet, afrohesht Allahu, e arrin një shkallë që takvallëk dhe veçmëri. Po të mund është këtan tjera, me bo gjënahe, me bo lëshime, sa që të rrezikohet e namazë, bre. Si punja e zekatit, sa ajet e kur anër Allahu në cek neve zekatin. Rreth 80 ajete, 80 ajete kur anër Allah në cek zekatin, bre. Po sa për i bëjqve toni kanë pas ka 3.000, 5.000, 10.000 kg grunë. Pash ma pak, se s'po punohet to, ka? Po të shkojmë para luftës, kretja në kanë bëjqi. Kush ka vanë zekat, grunë? Sa përime dalin ato në kanë e dugagjinit. Sa biznisi o kanë edhe është halet, ashtë mos flasë të më. Dhe kër i thu dikuj për zekat, e ke dhanë zekatin, ka ndodhë më disa herë, shamla për mullina. Mulli, i ki 20.000, 200.000 kg mijëll bëha kia. Nashta 200.000, nashta ma shumë, këtë diu sa dush. E me zekat, kyshja, këna dhanë për Terezën. Kënona ja, shëqatin Terezën. Po kuj gjete pa shëtë. O, musliman, nuk për të thëmë sadaka lëmosh, a ke dhanë zekatin. Se kupta? Se kuptan, ko për neve. Ko për neve mileti jam, nuk e mërve zekatin. O, zoti jam. A zekati me në herëmas, namazit dhe i lidhër me namaz. I lidhër me namaz, zakon është pjesën absolute të ajete, kër përmenë Allahu
namazën e përmenë, zakatin lidhë bashkë. E që njëherë me kanë përmenë, kanë bëllë. Dhe mësë me dhanë zakatin, muslimën, që falën 5 kohë namaz, dhe mësë me ditë hitë që e kanë bërë që me dhanë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Andaj, e kam për obligim muslimën pra me mësu. E që me thonë ata zotë nëse se kemi ditë? Që se ke ditë. Se me thonë dikush, zot, s'kum ditë më falë. S'ke ditë më falë? Që s'po thë s'kum desh më falë, po thë s'kum ditë më falë. Po të s'le sen pa mësu. Ti mësove ku e drejtje, ku e të bire, këti mësove ata. Krejti mësove ata në këtë dynja. E nuk mësove namazën më falë, po ti pëse s'po thonë nuk desh ta zot. Po tash po mënona më bëhet dallaverën ashtu ta mshiten edhe para teje këtu se dynja më kanë pashit. E jo ty vetë shiten dallaverë para Zotit. Jo, musliman, jo. Do të mësu më falë, do të mësu rregullat e agjerimit robi, do të mësu zakatin, do të mësu haxhin, ai që tregtar do të mësu rregullat e tregtisë, se puna e zakatit e shumë sene tjera atje, që është me shtu biznisin, a ka drejt me hikomata, s'ka të drejta, ka bisedet shumëta. Për ndryshe na jena muslimana, nuk i tutëm Zotit, që kemi më llogarit për këtë pasuni, ka e ke fitu, dhe ku e ke shpenzu. Pra, dini mësohet qështu. Nuk mësohet të flajt, a ne kena farz mësu dinin. A ke fjale e para Allahut, iqra leza mësa. Dhe të mësu dinin, me njof dinin, me ditë obligime tona që kemë karshi Zotit, se na agjerimi, karshi njerëzve, me në të sadakatul fitri, të zekati, kena obligimin pasonin tonë, që na ka dhanë Allahu të bareke vë ta'ala. Allahu në i përmëv doa dhe lutjet e agjerimin e punë të harit ja Rabbel Alimin. Në zgjatëm edhe ashtu, ju në bënë halal neve për kohën që zgjatëm, në fund për kom qef edhe 2 fjalë për qitë liber që kam qëto, kim do djemë të cilët Allah i shpërbleft, kanë pas qef, mësë marrë në dur thatë. E ju këtot këtë nëherë këshpeshëm dikon më saferë, nana tonë, tybe nanat mire këna pas, pasha Zotin, po. Të mire këna pas nanat, krejt këna pas të mire, nuk në leshin me shku dur thatë. Mërë djale, më qishe tamël që e dikon teze, sa daje, sa kudinë. Mërë pak gjize, pak djethe, pak diqka, mësë me shku thatë. Mësë me shku thatë, edukat, kulturë, tradite, shkelqyshme. Ose shkan dikun me nej blede, për mbana fmive që atë. Blede shka më shka dur thatë. E në mësë marë të ju dur thatë, thë që bini liber. Po këtë liber, në fakt, unë e kam shkru, ama dhe djem, ata është njerë se atyne që kanë bëtu, ata Allah ishë përbleft, kanë që fisë bililat të gjithë me adhan ka një liber, kështë që nuk e nevoj më shty, kur dini se për të tanë ka një mërni, e këtu ka këshila të mira sene, që në mundu në për disa teme në sociale, tema shoqërore sociale, e lusëm Allahun Azza wa Jall që përfitojmë për këtij librit, e mbi të gjitha dhe para kësaj të përfitojmë për këtij muaj të madh Ramazan. Ja Rabbel Alamin, Allahu na pranoft agjerimin, ja Rabbi. E punë të hajri që ai bojnë në Ramazan, ja Rabbel Alamin. Allahu na bëj për atyre që Zoti është i kënaqur me ta. Ja Rabbel Alamin. E na përmirëson gjendjen e brendshme, shpirtërore, po dhe të jashtme. Allahu na ruaj të mirat që na i ka dhënë. E na i shtoft ja Rabbel Alamin. Allahu na ruaj dinin, e na ruaj dinjan, na ruaj familjet, ja Rabbel Alamin. Allahu na takoftë në hajër, e na bashkoftë në hajër, e na nxjerr për këtë Ramazanit të pasë për gjunaheve, të falë për gjunaheve, ja Rabbel Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit shumë kryetar e kryimam e imam e xhamis, edhe ju faleminderit të nderuar për sabër, Zoti shpërbleft, na falni se zgjata, Zoti qoftë i kënaqur me ju në dy dynja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.